Në ambientet historike të xhamisë së Plumbit, në kuadër të veprimtarive përkujtimore të 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit, u zhvillua një program i pasur fetare e kulturor. Në këtë aktivitet morën pjesë imam, intelektual, personalitetet të jetës publike dhe besimtar nga zona e Shkodrës dhe Mëgjer. Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, në fjalën e tij, ndaloi tek rëndësia e këtij përvjetori, roli simbolik i xhamisë së Plumbit në historinë e qytetit dhe domosdoshmëria e kultivimit të vlerave të paqes, moralit dhe solidaritetit në shoqëri. Sonte, të dashurit e mi, është një mramje përkujtimore. Sanda është nata e përkujtimit të bardhësisë dhe triumfit të Hafiz Abrikoçit rahmet paste, të hoxhallarëve të Shkodrës, të atyre të cilët sakrifikuan në momente të vështira, për të cilat i lutemi Allahut Azza wa Jell që mos na sprovojë siç i ka sprovu. Mirë po sprova e tyne ishte për të na thënë Zoti i gjithësisë se në çdo kohë ka burra që e ruajnë amanetin e besimit dhe e majnë torçën e udhëzimit pa u përkull përpara askujt në botë. Burra prej atyre për të cilët Zoti i gjithësisë urdhon në Kur'anin famëlar, teksti na drejtohet duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, Rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi. Burra të cilët ishin qëndrestar në beslidhjen e tyre me Allahun e madhëruar. Prej tyre ka që shkuan, e prej tyre që vazhdojnë rrugëtimin, si për të na thënë Allahu Azza wa Jell se ky rrugëtim nuk ndalet asnjëherë. Një nga zërat e parë të nismës për i hapje në kësaj xhamie me 2 myftia, solli kujtime të paharruara nga periudha e atyre përpjekjeve, duke vlerësuar kontributet që mundësuan në rikthimin e jetës fetare në këtë vend të shenjtë. Përkujtojmë 35 vjetorin e rihapjes së xhamisë së Plumbit dhe lirinë e besimit, e cila ka qenë e ndaluar që nga viti 1967 e deri në 16 nënor të 1990. Deshti Zoti Xhaneshanu që në zemrat tona ta ruaj besimin, ku këto besimtar bën të mujtur të falen pas 25 viteve në xhaminë e parë, në xhaminë e Plumbit. Pra kjo xhami u bë dallënyshja e parë që lajmëroi se erdhi liria e besimit. Pjesë e aktivitetit ishte dhe shfaqja një materiali filmik dokumentar që rikujtoi atmosferën e 16 nëntorit 1990, ditën që shënoi ringjalljen e besimit dhe hapjen e një epoke të re për komunitetin musliman të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Aktiviteti u mbyll me një koktejl festiv për të gjithë të pranishmit.